Gjykata e lartë ka dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie edhe për deputetin Tom Doshi. Pasi ka dalë nga gjykata e lartë, deputeti Doshi nuk ka dhënë asnjë prononcim. Ai ka përshëndetur thjesht me një buzëqeshje, ndërsa dalja e tij u shoqërua me ovacione nga simpatizantët e tij, të cilët ndodheshin jashtë gjykatës. Ndërsa dy avokatët e Doshit pas vendimit të gjykatës së lartë thanë se ka prova të tjera që vërtetojnë atë që ka pohuar Tom Doshi. Ata u shprehën se nuk janë dakord me vendimin e gjykatës dhe se do ta çojnë çështjen në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg. Do shkojmë në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën e Strasburgut. Për këtë vendim? Po, për këtë vendim. Çfarë qëndrimi mbajtje? Është e ligjshme, mund të Patjetër që është e ligjshme. Çfarë qëndrimi mbajtje ty dhe çfarë qëndrimi mbajtje për një Prokuroria kërkoi. Urdhroni? Zoti Doshi vazhdon të qëndrojë pretendimit të tij dhe akuzës që ka patur një komplot për vrasje? Në këtë rast po diskutoheshin thjesht kërkesat e prokurorisë për masën e sigurimit, nuk kishte lidhje me akuzën. Seanca vlerësuese për masën e Doshit ka zgjatur më pak se ajo e deputetit Mark Froku, por deputeti ka qëndruar në ambientet e gjykatës së lartë që nga ora 13:30 së shtunës deri në orën 17, kur gjykata dha masën e arrestit për të, e cila ishte e njëjta me atë të deputetit Froku. Mes dy deputetëve është shmangur çdo lloj përplasje dhe seancat e tyre janë zhvilluar të ndara.